Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilillahu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Allahun Azza wa Jalla lavdërojmë, atë falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje te Allahu Azza wa Jalla nga të këqijat e shpirteve dhe veprave tona, atë të cilën e udhëzon Allahu nuk ka kush që e humbë, ndërsa atë të cilën e lën në humbje nuk ka kush që e udhëzon. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush me të drejtë përveç Allahut, i cili është një dhe nuk ka shok, dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij, paqja, mëshira, bekimet e Allahut Azza wa Jall qofshin mbi të, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e përcjellin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Edhe sonte me lejen e Allahut Azza wa Jall do të vazhdojmë me ligjëratën e radhës në lidhje me dispozitat që kanë të bëjnë me haxhin, edhe jemi duke i trajtuar që dy ligjëratat e fundit, gjërat që të ndaluara për personin i cili u hin në ihram, e ka bën jetë dhe është në ihram të umrës apo të haxhit, dhe kemi cekur ato në ndalesat të cilat janë të ndaluara, qoftë ajo me mbulu kokën, qoftë ajo me i prej flakt apo qime me je nga trupi, qoftë ajo me shkurtu thojt, qoftë ajo domethënë me parfumos trupin apo domethënë rrobat, qoftë ajo me martu apo me martu dikon, qoftë se je kujdestar i asaj vajzës apo edhe me bë fejesën, qoftë ajo edhe marrëdhënie intime kështu me radhë, të cilat i kemi trajtuar domethënë në ligjëratat e kaluara. Kemi filluar në ligjëratën e kaluar, më konkretisht me fol në lidhje me dënimet të cilat parashikohen për çdo shkelje që e bën, edhe kam thonë për çështje gati më kryesore që duhet haxhia me i ditë, është që të punë në ndalesave që mos me bën në shkelje, e që me pas që e them në kundërvajtje, me pas domethënë dënim, shpagim, kurban, ushqim apo domethënë me agjëru. Edhe kemi filluar me treguese të çështjet e dënimeve për këtyre të ndaluarave, të gjitha kanë dënime, përveç çështja e martesës me u martue, aktin e kurorëzimit me e bë, ose kujdesari me e martua, domethënë vajzën e vet, thjesht këtu nuk parashihet ndonjë dënim, mirë po dietarë thonë është haram, se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka ndaluar në gjë të tillë, edhe ka pi dietarëve që kontestojnë vetë aktin e kurorëzimit, a është i plot fuqishëm apo jo. Përndryshe nuk ka ndonjë dënim. Ndërsa gjëra të tjera gjithat kanë dënim. Edhe kemi treguar se dënimet janë dy llojesh. Dënimet që ka zgjidhje në to janë tri lloj dënime, e mundesh me zgjedh cilën dush, e janë disa që realisht është sipas radhitjes, është dënimi i parë, nëse s'mundesh të parën, dytën, nëse s'mundesh dytën, tretën e kështu me radhë. Mirë po nuk kanë parim atë domethënë zgjidhje, vetëm pa mundësi kalohet në variantën e dytë. Edhe i kemi cekur domethënë që sa i përket shumicës ndalesave, realisht parashikohet që kjo me bë zgjedhje të cilët dënim për e dënë, e që kanë ardhur në ajet kuranor, në formë përgjithësume, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ صِيَامٍ أَوْ نُسُكٍ, që ai i cili është i smut apo ka ndonjë të lashëm kokën e tina, atëherë si shpagim ose le të ushqen të varfër, ose le të agjeron, ose le të prejnë kurban, edhe kemi treguar se konkretisht e ka sqaruar këtë çështje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në atë shokun kur Ka'b bin Ujra ka pas emrin,
edhe ka ardhur dhe ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se ka problem me morra, edhe çish më bë. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, atë rruj flakt, hjeki flakt që më letu vetës, për shkak se ka pas që duke u shqetësuar dhe duke e lënduar e çështje, edhe për këtë shpaguaj, qofse ki mundësi me prej korban, thot ja Rasulullah, po s'kam mundësi me prej korban, atëri thot ushqej, domethënë 6 të varfër, për secilin të varfër nga një gjys sa e kem treguar është një simatse, ku në pejgamberit sa si kot u kon 2 kg me 400-500 gram, të varësisht se çaqet aty e gjysën e çesajna për secilin të varfër. Qofse s'ka mundësi, atëherë domethënë më agjëru 3 ditë, po këto nuk është kusht me shku drejt korban. Nuk është ose në cilën do shpejtun e 3 zgjedh. Edhe kemi cekë që shumica atyre janë që shtot. Kjo është për aty në shpagimeve të leta. E është një shpagim tjetër që e kemi treguar në gjëratën e kaluar që edhe aty ka zgjidhje, mirë po nuk është bashkë njësoj siç ke e para. Realisht ai që bën xhuetije gjatë të ihramit i ka 3 mundësi. Ose qatë njëjtën kafsh, që se njëjtë kafsh me zgjedh, domethënë me shpagume të, thash e ka vrarë një lop, domethënë tegër, e pagun një lop të butë. E ka vrarë, domethënë një kaprall, e pagun një dele, ose një dhi, ose faktikisht e ka vrarë diçka në lepër, e pagun domethënë një cjap, varësisht madhësisë dhe se çka ke vrarë. Po domethënë nuk don me bë këtë shpagim, atër kalon në ushqim apo kalon domethënë në agjërim, mirë po kam thonë këtu nuk është më 6 varfër me ushqy ose 3 ditë me agjëru, mirë po aleikum selam, kjo lidhet domethënë varësisht sa ka vlerë çaja kafsha që e ke vrarë, çaq duhet domethënë me ushqy. Edhe kam cekur konkretisht nëse ke vrarë një lop tegër, edhe duhet me shpagu me një lop të butë, e thjesht nuk ke parat, nuk e do me prej lop, po don me agjërue, ose don me i shpague, ku më thonë e vlerëson që atë lopën sa është 1500 euro, dhe më thonë bën e hesap një shujtje dykon mesatare 3 euro, që duhet me agjërue 500 ditë, ose duhet me dhoni 1500 euro dhe më ushqim, varësisht në variant e dën që realisht edhe këtu ki lidhje e lirit zgjedhjes, mirë po është pak me aron çështja e shkeljes gjuetisë se ato tjerat. Këto i kena cekur sa i përket kur ka liri edhe ka zgjedhje se cilën dënim po dën me e marë. Mirë po kemi cekur se disa çështje nuk kanë domethënë zgjedhje, po duhet me shkuan të parën variant, e në qofë se s'ki mundësi të parën, kaluat dytën. Për ndryshën që se ki të parën mundësi, nuk ki drejt me kaluat dytën. Edhe i kemi cekur kur është ai haxhia që e ka llojin haxhit Kiranës e Temettu, është një lloj i haxhit, se haxhi janë 3 lloje të haxhit, haxhi veç haxh pa umre, haxhi me umre me një niyet, haxhi me umre veç atë që ke niyetën e umrës, atë që ke niyetën e domethënë haxhit, e ky i dytë që ka dhe haxhi dhe umre për ta ka kurban. Mundot me prej kurban. E nëse s'ki me prej kurban, ka në jetë kuranor që me agjëru 10 ditë. Edhe 3 në haxh e 7 domethënë kur kthehesh domethënë prej haxhit, mirë po ndoshta zdia kena cek disa detaje sa i përket kësajna, se realisht kemi thonë se këto bën mi agjërue edhe mas ditës parë Bajramit, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja u ka lejue mi agjëru, kush s'ka mujt mi agjëru para Bajramit, mi agjëru mas Bajramit. Mirë po kjo mas Bajramit, dhe më thonë lejohet qoftë se s'ke pas mundësi për shkak të shëndetit, ke mrivon me, ke kështu me radhë, mi agjëru. Për ndryshe, duhet patjetër mi agjëru këtë ditë para se me ardhë dita e Bajramit. E pra të kapi djetarve kanë cekur që mas mirë të me agjëruat 7-ën, 8-ën, 9-ën, edhe me konë dita Arafatit, dita e fundit, edhe kanë thonë se ajo që nuk preferuat më agjërua dita Arafatit, kanë thonë është pra të cilës është haxhi. Për atë që është nuk preferuat për atë cilës është haxhi. A për ta është sunet me elan. Mirë po kjo që është agjëru, tash nuk është të agjëru sunet, po të agjëru diçka farz që për e kompenzon, dhe më thonë mos mundësin e tina me
me pre kurban. Faktikisht që dallim kishëm pas qef me kuptu që realisht nëse agjeron 3 ditë do të më agjëru para në rast të jashtëzakonshëm atë mundesh edhe mas, edhe këto thash disa dietarë kanë cek 7-ën, 8-ën, 9-ën me kondita Arafatit të fundit, edhe pse kam cekur që shihim bazë disa dietarë thonë që jo, edhe pse janë haxh nuk është e preferuar me ditën e Arafatit se haxhia, domethënë ka nevojë me kon më i fortë që më ju përkushtua adhurimet dhe ibadetit edhe obligimeve gjatë domethënë Arafatit. Çështja tjetër që kanë cek dietarë kanë thonë se këto mundesh me nisë më herët, më mirë kanë thonë që do 7-ën, 8-ën, 9-ën, por realisht pej që ke shkuar në Mekë, që ke bomrën, e që jenë Mekë realisht dhe ju aty me agjeru këto 3 ditë nëse faktikisht e ke ditë paraprakisht që mundësitë reale nuk janë që me pre kurban. Në çështje që ndoshta ka të bëjë me këtë punë, po thot dikush më rrehoq në rregull, po më ka kalu haxhi mua dhe s'kam mujt me agjerue as para Bajramit as pas Bajramit. Edhe më kthyn vend tamin sikur më agjeru që 3 ditë. Atëherë thojmë agjeroj 3 ditë plus 7-10 ditë. Domethënë borxhin, plus tash e ki dënim edhe 10 ditë tjera, domethënë që faktikisht i ka nxjerr prej ditëve dhe prej kohës taksuar që e kanë pas që 3 duhet më agjerue sa janë haxh. Zë ka kuptuar to, nëse 3 ditë që i ke pas obligim me agjerun haxh, nuk i ke agjerue, edhe i ke lënë këtë me agjeru 10 mas haxhit, faktikisht këtu atëherë të obligohet me agjeru 10 ditëshin e kurbanit, edhe 10 ditëshin, domethënë tash dënim tjetër që s'ke mujt domethënë me agjerue gjatë domethënë haxhit. Rast tjetër kur e kemi cekur që më nuk ka liri të zgjedhjes, po duhet me shku në këtë dënim, është ajo çështja atij i cili i pamundsohet me shkuar në haxh, edhe kemi cekur domethënë se nëse kurzon kur të bën jetë, o Zot, unë po bëj jetë me bomrën ose po bëj jetë me haxhin, mirë po nëse më del në një punë edhe më pamundson me shkuar edhe me plotsu haxhin ose umrën, atëherë ti del pe ihramit dhe nuk i kurfar përgjegjësie. Mirë po nëse se ke kurzu kështu edhe ndodh aksident, smuesh rrugës, smuesh me krye, atëherë domethënë ka ardhur në jetë kuranor që realisht njeriu duhet me pre kurban edhe këtu nuk ka alternativë. Ka pe dietarëve që thash e kanë cekur që çofski mundësie me kalu si ai që është mutemet apo karin që me kalu me agjerue 10 ditë, mirë po domethënë ka pe dietarëve që thonë jo, realisht ajo vlen vetëm për atë llojin që ata që kanë llojin e haxhit e nuk vlen për këtë i cili është ju ka pamundsuar me hije domethënë në haxh me përfundu haxhin. Kur është edhe dënimi që domethënë nuk i lirit të zgjedhjes, po ki variantin e parë që ato do të më shku, s'mundesh atëherë kalon variantin e dytë. Është çështja e marrëdhënieve intime që kemi cekur. Të marrëdhëniet intime kemi cekur njeriu me bë marrëdhënie intime para se mu lirue lirimin e parë, para se me i rru flakt edhe me i xhugur ditën e Bajramit. Ke flajt natën e Muzdalifes me gru, ke pas kontaktin tim me ta. Realisht kemi treguar se e ke prish haxhin. Duhet me vazhdue që ashtu të prisht me kry deri në fund. Duhet vitin e ardhshëm patjetër me kompenzue, mirë po edhe se dënim duhet me prej kena thonë deve. Kjo është në mund dënimi. Në pamundësi deves, atëherë thjesht dietarë thonë në mund që me agjeru 10 ditë. Mirë po nuk ki mundësi me zgjedh 10 ditë a deven. Në mund e para shkuat në deve, e masanena do më thonë 10 ditë qofse s'ka mundësi me prej deve, e masanena kena cekur në qofse faktikisht kryin marrëdhënie intime mas lirimit parë, faktikisht i ka rru flok ditën e Bajramit, i ka shkurtu, i ka xhugurt, u lirue, po halesa ka kry tavafin edhe sa e ka flajt me grunën e tina, tash ky si prishet haxhit, ka bo shkelje, mirë po kemi thonë duhet me prej kë kurban dhe këtina i mjaftohet dhe më thonë me prej dele. Në mund këtu e në të rastet që i kemë cekur që disa prej dënimeve, apo disa prej shkeljeve, kanë dënimin që ki mundësi me zgjedh prej 3 variantave. E disa dënime janë që i kanë variantat jo në zgjedhje, po pa mundësi, qofse ki mundësi duhet patjetër të parën me marë. Si ki mundësi dytën e kështu me radhë, po jo dhe më thonë me lirit zgjedhjes në fillim prej atyne variantave që i kanë cekë. Çështjet që i kanë cekur në lidhje me dënimet janë se këto ka herë ka mundësi njeriu me i bë me ignorancë,
ka herë ka mundësi me i bo me harres, e ka ditë për ka rru, ka mundësi se ka ditë heq, që është shkelje, e ka mundësi në është ta rru në zëtë dikush edhe mundet mu detyruhe me ba diqka të tillë. E ka pe i djetarve që i kanë dalue gjërat kur bohen nga harresa apo nga pabatiduria, disoj i kanë lejue edhe s'kan para po kur farë dënimi për to, e disa kanë pa, dhe më thonë, dënim për to, kanë thonë se ati cili për shembull i vesh teshat gjatë ihramit, ose mbulon kokën, ose parfymoset, kanë thonë ky person arsyetuhet edhe me ignorancë, edhe me harres, edhe nëse detyrohet. Për që detyrohet, s'ka dyshim se edhe çdo send detyrohet kur njeriu le arsyetuhet njeriu kur detyrohet. Mirë po kanë thonë nëse i ka vesh teshat, e ka mbulu kokën, u parfymos realisht, domethënë ky person lirohet dhe nuk ka kurfar shpagime dhe kurfar dënimi. Mirë po kanë thonë ka gjëra tjera që nëse i bën edhe me harres, domethënë asë me ignorancë nuk lejohesh, nuk duhet me shpagu. Kanë thonë me kry marrëdhënie intime, me gjueti me ba, me i rru flëkt, me i prej thejt. Çto 4 gjëra nuk arsyetuash domethënë me harres edhe me padituri. E kuptuat, me i vesh teshat, kanë thonë me u parfymos, me mbulu kokën, arsyetuash me harres, edhe arsyetuash me padituri. Pse kanë thonë arsyetuash? Se realisht nuk ke bo kurfar shkelje që i ke bo dikune një farlej zarari. Nuk ke bo në i farlej që realisht në parim duhet kompenzim për këtë punë. A kjo me bo marrëdhënie intime, me gjujt, me prej thejt, me shkull flëkt, ose me rru flëkt, këto e kanë llogarit dhe më thonë që faktikisht ke bo shkelje dhe është një farforme që është një farzarari që ka kaluar, dhe më thonë që diçka është shkatru që s'ka mundësi mu kompenzu. Ta jo pëse i ke vesh teshat, i hjek teshat, s'prish punë. I parfymos, dhe më thonë, e pastron që atë tesh edhe kthehet gjendja që shka qenë. I ke mbulu kokën, e zbulon kokën, kthehet gjendja normale që shka qenë. Me bo marrëdhënie intime s'kthehet më puna njësej. Qofse e ke myt në një shtazë në gjë e ti, s'kthehet puna që shka qenë. Qofse i ke prej flëkt, s'kthehet më puna që shka qenë. I ke prej thejt, s'kthehet puna që shka qenë. E për ata e kanë bo që dalim. Për jasaj të pare se kanë nërsetu, ka thonë se faktikisht nuk e bo zarar kur gjëheq. Kthehet gjendja që shka qenë automatikisht. Veç e hjekteshen, e shpëllën kokën, e flon parfimin e kështu më radhë. Dhe këto tjerat edhe me dasht, mu këthys mu kthejesh. Për atë e kanë thonë këto dytet, duhet me pas, dhe më thonë denim, duhet me pas shpagim, edhe pse që të ndarje qyshe kanë bo, si dhe mos këta hambelit, ka për i djetarëve si Ibn Taymija, Shekhu Ibn Bazi, Shekhu Uthejmini, realisht nuk e shohin që dhe më thonë ka këse dalimi, po realisht me ignorancë edhe me harres, realisht nuk i kurfar dënimi. Vjen dikush e shen haxh, e ka mbulu kokën, edhe i thua xhibre, po nuk duhet me mbulu kokën se është ndaluar me sa i jenë haxh. Thot ty ben se kom dit, vallahi se kom dit. A duhet me shpagu, sipas mendimet më saktë se arsyetuash me ignorancë. Thot o kom dit, po pas kom harru. Edhe këto, domethënë arsyetuash me ignorancë. Shekhu Ibn Bazi ka bë vetëm një dallim, ka thonë të çështja domethënë kanë kontaktit intim që tu nuk arsyetuash me ignorancë. Mundesh me mblu kokën se ke ditë, mundesh me rru flëkt se ke ditë, mundesh me parfymos se ke ditë, mundesh me prej thajt se ke ditë, për këtë arsyetuash edhe me ignorancë dhe me harres. Të çështja e marrëdhënieve intime, domethënë nuk arsyetuash me ignorancë. Kjo është mesela e parë. Mesela e dytë është se shkeljet, thash disa mundën mu kompenzu me kurban, disa me ushqim, e disa me agjerim. Sa i përket ushqimit edhe kurbanit duhet veç në Mekë. S'ka me thonë e kom bar një shkelje
dhe më thonë gjatë Ihramit e prej kurbanin në Kosovë. Jo, kurbanin do të më prej në Mekë. S'ka me bo me thonë me shkele po kurban s'po prej, po pi ushqej gjartë varfër. I ushqej gjartë varfër në Kosovë, Mitrovic. Jo, atje duhet. Po thash është edhe lloji i tretë i shpagimit, është agjerimi. E agjerimi realisht lejohet ku dush. Më thonë faktikisht s'po dën as me prej kurban, as me ushqyt varfrit, po dën me agjeru. Atëherë ti mundesh me agjeru atje, mundesh me agjeru në më thonë Kosovë, mundesh me agjeru ku vjen ma letë, ma përshtatshme. Përveç tash kur e ke lënë kurbanin e haxhit, që aty dhe më thonë nuk i drejt me agjeru ku dush, po 3 ditë e para duhet me i agjeru dhe më thonë sa je atje dhe më thonë në Qabe dhe në Mekë. Në mesele të që kurbani që i haxhit, dhe ishte me e tregu se kurbanin e haxhit e prejnë veç ai cili s'është me kas, ai cili është vendas i Mekës, apo për rreth Mekës në distancë në atë sa nuk shkurtohet namazi. Llogaritë si vendasi që asaj pjese, ata nuk e kanë obligim me prej kurban. E kanë obligim me prej kurban ata që nuk janë vendas, domethënë të haremet dhe për rreth haremet. Edhe pse ka diskutime se kush janë ata vendas, a janë veç ata që janë harem, a vetë ata që janë Mekë, a ata veç janë nër kufite mikateve, a ata që faktikisht domethënë janë në atë distancën e shkurtimit namazit. Mendimi ndoshta më i saktë është se vendas llogaritin ata që janë në distancën që lejohet më shkurtu namazi. Ata që janë në 80 kilometra, nëse e marrën me kilometra, nëse afër më pak se 80 kilometra për Mekës, llogaritën vendas, edhe të tillët e marrin dispozitën e vendasve dhe nuk kanë obligim me prej kurban për haxh. Po hoxh thotë kom bëni shkelje, ka mundësi me prej kurban, a duhet veç patjetër me prej dela, ka mundësi me prej edhe lop. A ka mundësi me hije 7 vet. Dhe më thonë qyshinan në kurbanin e shtëpisë. Dhe më thonë ose dënim, ose një dele, ose një shtatën e lopës, ose një shtatën e devës. Pra i lejohet edhe këto me ba. Bile i lejohet edhe me prej krejt. Edhe veç me thonë krejt prej lopën, kom ba shkelje, po du që me konë ma i mirë, po du që thjesht me baj badet ma shumë, me thonë se da kom ma tepër, krejt një lopë me prej vetë, krejt një deve me prej vetë, dhe me thonë lejohet. Pse për thëmë këtë? Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bo haxh. Edhe haxhi i tij ka qenë kiran, që i ka pas domethënë kofsht me vete, kurbanat i ka pas me vete. E për to ka mjaftuar veç një dele. A dini sa i ka prej vet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? 100 deve i ka prej në haxhin e vet. Pejgamberi më ka bëu veç një haxh në jetë, e ka bëu vetën e 9 hijri, në një vit para se me vdek, i ka prej 100, dikun një 40 i ka prej me dorë veta, e tjera t'ja kalon, domethënë Aliut radiallahu ta'ala anhu. Ajo që po du më thonë është që ti mundesh që të shpagimin me e bo me dele. Mundesh me hije një shtatën e lopës, mundesh me hije një shtatën e devës. Mirë po mi pas mundësit edhe dëmë me thonë se da ka dhe ma te për esene, në shkret me prej lopën, në shkret me prej, dhe më thonë deven, edhe nuk ka gjë të keqe në ta. Çështja tjetër që e kanë cekur, e që thash edhe kjo nuk është që na hinë shumë punë, është çështja e gjuetisë. Dhe më thonë, thjesht të gjuetia janë kafsh të cilat realisht janë të ngjashme me kafsht e egrat dhe kafsht e buta. Ose realisht të ngjashme gomari i egër, gomari i but, lopa e egër, lopa e but, dhe më thonë kafsh që janë pothuajse njësaj, ose janë kafsh që në pesh pothuajse në madhësi janë të njëjta. Thojnë djetarët në ato që duhet me e dhonë si kompenzim, se kom thonë atëherë, qofse e ke gjujt një lepër, nuk është pa tjetër tash me shkua 5 ditë me lyp një lepër se mbakja se gjonë. Atëherë kalën kompenzim një kafsh, një cjap, një këngjë të vogël, apo një kafsh të mëngjashme. Ka kafsh që të pejgamberi sasem ka vendos për to, ka kafsh për to kanë vendos sahabët, e ka kafsh që s'dim dhe më thonë edhe nuk kem, e që ajeti kuranor ka thonë, atër vetë një atar që të jenë besushëm edhe që jenë drejt, edhe që i din meselet.
Për shembull, në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e ka gjujt një sahabi një hijen. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hijena sa mund me kon pak më e madhe se qeni. I ka thonë si kompenzim të sajna, atëherë faktikisht preje një kurban, një dele, ose një dash. Ka orë për sahabive, vetë që të ras pejgamberi së më ka gjykua. Në mon kafshën në kafsh. Në mon hijenën, ka thonë, në më thonë, me dash ose me dele. Në raste tjera, për shembull strucin, ka ardhur, dhe më thonë, e kanë krahasuar me devën. Gomorën e egër e kanë krahasuar me lopën. Kaprollin e kanë krahasuar me dhinë, me dele. Ata kaprej që janë më të mëdhenj me brinat, që janë baget të mëdhenj, ata e kanë krahasuar me lopën. Lepën e kanë krahasuar me ciapin ose me kingjin. Faktikisht kanë ardhur disa vendime pej disa sahabive, e thar vetëm një rast ka ardhur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që faktikisht thojnë dietarët në çato që kanë vendosur ata, çashtu do të më lënë. Se realisht ata janë më të devotshmit, edhe dorën zemër, jeta aty nuk ka qenë që i ka bëu që për kafshët më kanë qenë shumë më të, domethënë dishëm, edhe ja u kanë ditë që thënë na zanatin, ja u kanë ditë punë të kafshë më mirë se na, se realisht na kafshë tash vetëm në televizor jemi të i pa. Po s'ka në vendim për tyne, atëherë duhet me zgjedh dy njerëz, domethënë cilët janë të devotshëm, edhe të cilët domethënë janë që kanë njohuri për kafshët, që ata me e krahasua domethënë se cila kafshë i përshtatet kësaj kafshë, edhe me prej këtë kafshën. Qofse s'ka kafshë që i përshtatet, kanë thonë dietarët, atëherë faktikisht i pyet njerëz se sa ka mundësi me pas vlerë që e kafsha që e egër që është gjujt, edhe domethënë me kalua ose në shpagim të ushqimit varfrit ose me agjerim. Çështja edhe e fundit që mos më zgjat, se mos ne do të hina në ligjëratën e ardhshme me çështjen e si bëhet umre e haxhjes, fillimi çu shihet me kështu më radh, sot do të përfundoj edhe me një çështje që në ka dënim. Ajo është çështja e Mekës dhe Medinës. Se Mekja dhe Medinja, Allahu i ka bërë dyjat haram. Edhe i quhet haram. Pse haram? Pse gjërat që janë të lejuara në gjeti, aty janë të ndaluara. Çështja e gjuetisë, me myt kafsh, që thjesht jo kultivohen të njerëzit, po janë që janë rrit vetë. Ato janë të ndaluara me i myt edhe për atë cilë është haxhi, në ihram, edhe ai cilë është qytetari thjesht. Ka hini lepër në Mekë, ka hini kapron në Mekë, është ndaluar me myt. Edhe ai cilë është haxhi, edhe ai cilë është qytetar. Bile ka ardhur në hadith që edhe me shqetësu është të pushu lepër në rije, në harem, domethënë është ndaluar. Për me tregu se sa vendet të shenjta, edhe sa vendje madhështore janë që realisht kush hen aty, edhe që i thëmë na hajvanat kuft, kafsht kuft, bile ka ardhur edhe pemë të jenë të ndaluara. Ato pemë që binë vetë, që i rritë zote, që s'ka ndërhy dora njeriu të mi kultivu, edhe ato jenë të ndaluara me i prej. Përveç qofse ka ndonjë nevojë. Edhe kapi dietare edhe barin thonë, edhe barin që ka rritë zote dhe më është ndaluar me kosit. Për shkak me tregu se çfarë madhështie do më thonë ka Mekja edhe Medina, nga se ka ardhur në hadith vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se Allahu azza wa jall Mekën ja ka ndaluar edhe elefanta me hi. Kur e kanë sulmuar elefantat, Allah azza wa jall e ka mbrojt Mekën edhe s'ka mujt me hi elefantat. Do të thonë lufta e elefantave që quhet, apo viti e elefantit kur ka lindur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, ja ka lejuar pejgamberit ton Muhamedit dhe besimtarve një pjesë, një dite kur u bë çlirimi i Mekës. Edhe pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka këshilluar që thjesht me hi bot e mos me sulmu, kërkon vetëm nëse sulmuheni, mirë po një pjesë ditës sot s'ju ka lejuar as kujt para meje, mu ka lejuar mua një pjesë e ditës dhe nuk i lejohet as kujt pas meje.
as me vra, domethënë gjeti, as me pre dru, as domethënë me bë, domethënë bare, përveç një idhkhir, është një pemë që e kanë përdorur domethënë nëpër Mekë, nëpër shtëpiat njerëzve, ato pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka lejuar. Pse pejceku këta? Pejceku se me vra diçka në Mekë, ose me pre diçka në Mekë, e me kon që realisht jeni ihram, duhet me pre kurban, ka dënim. Për ata duhet me pas kujdes njeriu që kur është edhe jashtë ihramit, kafshët që thash mos me i shqetësu. Pemët që në Mekë mos me i prek, sidomos ato që i rritin vetë, se me gabu njeriu me prej në i pemë, ose me myt në i kafsh, realisht për to ka dënim, sidomos nëse ke myt kafshën, se thot Sheikh Ibn Bazi për këtë çështjen e pemëve nuk ka ndonjë argument, edhe Sheikh Ibn Bazi dhe Sheikh Uthaymin që nëse prej në i dega se në i pemë që ki dënim. Tash nuk të bjen fort me e prej se s'ki fort nevojë, përpara kanë pas njerëz nevojë, ndoshta mundze, kanë pas nevojë për ndonjë sen, kështu të më radh, ndoshta ka herë njerëzit ka herë dhe bojnë pe zararit, domethënë që me bë zarar, e mshon shkelëm në i pemë e prishë e thënë për në sene. Tash me jem paketa është më moderne dhe faktikisht nuk i nevojë shumë këto gjëra me i bë, po njeriu duhet më rujt, se si është në harem, domethënë edhe sa të ihramit, po dhe jashtë ihramit me myt duhet me dënua, edhe duhet me shpaguar me kurban. Kjo sa i përket kafshës, ndërsa thash sa i përket domethënë barit e këtyre gjërave nuk ka ndonjë dënim të caktuar. Është ndaluar edhe Medinja, nga se ka në hadith vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se pejgamberi thot Ibrahim e ka bë Mekën haram. E unë e kom bë Medinën haram ashtu siç e ka bë Ibrahimi Mekën haram. Edhe thjesht është lutur që Allahu azhjal që t'i jap dy fishin e bereqetit të sa'it, apo sa'it që saj vlerës që thar çaj saj kutës që është kanë njësi mace, ose pal grushtave domethënë të që me ta njerëzit kanë matë. Përpara njerëzit kur s'kan pas se ne kanë matë ose me grushta, ose kanë pas në enë, në këtë të mëndon që me ta i kanë matë. E pejgamberi se më thotë këmë bo doa që Zoti më udhështu bereqetin edhe në qëta grushtat që masin, edhe në qatë farës njësin matëse, në banorëve të Medinës, dy fishën asajt që ka qenë në Mekë, edhe ka në hadithe, e ka specifikue se çka është Mekja, Medinja fjalë, ka pe ku e diku është ndaluar. Ka thonë, e kam ndaluar min ajr ila thawr. Ajr është një kodër afër mikatit tash, e këthor është një kodër e vogël mas Uhudit. Edhe e kam ndaluar, thotë e kam bë harem Medinën mes dy labetejha, dy pjesëve të cilat sot shifen që kanë pjesë vulkanike, dhe më thonë që ka pas vulkan në atë pjesë. Thotë mes këtyne dy kodrave, edhe mes dy pjesëve të vulkanit, që të pjesë këtët, unë e kam bë haram, edhe ndalohet në të edhe me gjujt kafshën, mirë po edhe me prej drojt, e qofse myt në i kafsh, dhe më thonë nuk ka do një argument se në Medine duhet me bë shpagim ose me prej kurban pse ke myt në i kafsh, mirë po thash është ndaluar, është haram, edhe duhet veç mu pendu te Allahu Azza për atë mëkat që e ke bë. Dashka me kaq po e përfundojmë që me vazhdua në ligjëratën e radhës në lidhje me atë se syjim Mekë, ka hijet Mekë, çka bëhet kur jena në Mekë, ç'është bëhet domethënë umrja edhe haxhi me përshkruar spaku tash në pika të shkurta vetë ritualin. Jena mundu me kallëzu kuna bëhet obligim sa të ndalesat e shtë radh. Tash në ligjëratën e ardhshme kishum treguar ç'është bëhet vetë rituali dhe më thonë i umrës deri atëherë beqet në përkujdesin Allahut wa akhiru davana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.